Ajo foli në frëngjisht, e bindur se shitësia nuk do ta kuptonte. Besonte se po poshtëronte një grua të thjesht, një njeri pa botë, pa përvojë, pa rëndësi. Në mendjen e saj, ajo ishte duke treguar epërsi. Por ajo që ajo shitse mbante brenda vetes ishte diçka që asnjë shumë parash nuk mund ta blej kurrë. Kur hapi gojen dhe u përgjigj, fjalë për fjalë, pa gabuar asnjë presje, ajri në dyqan u ndal. Ishte një nga ato çaste kur heshtja bëhet e dendur, pothuajse e prekshme. Dhe ai moment ishte vetëm fillimi. Diana kishte ardhur në dyqan një të hënë të zakonshme, me një çantë shpine të konsumuar mbi supe dhe një buzëqeshje që nuk kërkonte leje nga askush. Dyqani ishte një nga më të famshmit e qytetit. Rroba të importuara, parfume të shtrenjta, ndriçimi i kujdesshëm që e bënte gjithçka të dukej e ardhë. Ishte një vend ku njerëzit hynin për t'u parë po aq sa për të blerë, dhe ku punonjësit mësonin shpejt një rregull të pashkruar, sa më pak të dukshëm të ishe, aq më mirë. Diana e kuptoi këtë që ditën e parë, por e interpretoi rregullin sipas mënyrës së saj. Ndërsa punonjësit e tjera shqetësoheshin të dukeshin elegante, ajo shqetësohej të kuptonte. Kuptonte rrjedhën e dyqanit, cilat produkte qëndronin të paprekura, cilat klientë ktheheshin, cilat largoheshin të pakënaqura. Në javën e parë, pa i thënë asgjë askujt, ajo riorganizoi seksionin e aksesorëve në një mënyrë pothuajse të padukshme. Vetëm dikush që e njihte shumë mirë hapësirën do ta vinte re ndryshimin. Por shitjet e atij seksioni u rritën. Claudia, menaxherja, nuk e kuptoi pse dhe as nuk pyeti. Diana nuk kishte atë lloj bukurie që ndalonte dyqanin. Ishte një grua 42 vjeçare, me flokë të lidhur, thonjë të shkurtër, pa asnjë bizhuteri në tru. Pranë shitseve të tjera, të grimuara, të parfumosura, të trajnuara për të joshur me pamje, ajo dukej pothuajse jashtë vendit. Kolegët e vunë re këtë dhe disa u kujdesën ta bënin të qartë. Nga cili dyqan ke ardhur më parë, e pyeti Rodrigo, shitësi më i vjetër i ekipit, gjatë pushimit të ditës së tretë. Nga jashtë, u përgjigj ajo thjesht. Jashtë si në periferi apo jashtë shtetit, shtoi ai me një buzëqeshje të paqartë. Jashtë shtetit, tha ajo, duke marrë kafen. Rodrigo qeshi, duke menduar se ishte shaka. Diana nuk u mundua ta shpjegonte. Ajo që askush nuk e dinte dhe që ajo nuk kishte ngut ta tregonte, ishte se ajo çantë e konsumuar kishte kaluar aeroporte në 3 kontinente, se ato duar pas bukurime kishin nënshkruar raporte të lexuara nga drejtues në Paris, se ai theks i kujdesshëm neutral fshite vite të tëra të jetuara larg atij vendi. Ajo ishte në atë dyqan për një arsye, por ende nuk ishte koha për ta zbuluar. Një pasdite të javës së dytë, ndërsa paloste një grumbull shallesh të importuara, ajo u ndal. Hodhi syt drejt vitrinës kryesore dhe qëndroi disa sekonda në heshtje, sikur po llogariste diçka. Pastaj nxori nga xhepi një blok të vogël me kapak të zi dhe shënoi diçka. "Çfarë ka?" e pyeti Fernanda, kolegia pranë saj. "Asgjë," tha Diana. "Vetëm një vëzhgim." Fernanda pa drejt vitrinës dhe nuk pa asgjë të gabuar. Ngriti supet dhe u kthye në punë. Shënimi thoshte, vitrina kryesore e orientuar drejt trafikut të gabuar. Produktet premium të padukshme për klientin që hyn. Humbje e vlerësuar e dukshmërisë, 40%. Askush nuk e lexoi. Askush nuk pyeti. Bloku u kthye në xhep. Kështu funksiononte Diana. Vëzhgonte para se të fliste, grumbullonte para se të vepronte. Kishte mësuar në mënyrën më të vështirë të mundshme se të tregosh kompetencë shumë herët në vendin e gabuar dhe për njerëzit e gabuar mund të kushtoj shtrenjtë. Prandaj priste. Dhe ndërsa priste, u shërbente klientëve me një vëmendje që shumica e shitësve nuk e kishin më. Dëgjonte atë që thoshin. Dëgjonte edhe atë që nuk thoshin. E kuptonte kur një grua hynte duke kërkuar miratim, jo rroba. E kuptonte kur një nën blinte për vajzën e saj dhe kishte nevojë për butësi, jo për argumente shitjeje. Klientët që ajo shërbente ktheheshin. Claudia e vuri re këtë, por në vend që ta lavdëronte, rudhi ballin. Kishte diçka te ajo punonjëse e re që nuk i përshtatej. Nuk ishte e paaftë, por nuk përputhej me standardin e dyqanit. Dhe menaxhere si Claudia në dyqane si ai preferonin standardin ndaj talentit. Një pasdite të enjten, dera e dyqanit u hap me atë lehtësi karakteristike të atyre që janë mësuar që dyert t'u hapen. Diana ngriti syt dhe diçka në fytyrën e saj ndryshoi për vetëm një sekondë, e padukshme për çdo që nuk po vëzhgonte me kujdes.
Gruaja që kishte hyrë ecte me hap të sigurt, por shikimi i saj përshkonte raftet pa u ndalur në asgjë. Nuk ishte shikimi i dikujt që kërkon një produkt, por i dikujt që kërkon një person. Unaza i rrotullohej në gisht pa vetdije. Çanta që mbante, e shtrenjtë sa një makinë e përdorur, ishte mbyllur keq. Një detaj i vogël që tregon se dikush kishte dalë nga shtëpia me mendjen diku tjetër. Ajo nuk kishte ardhur për të bler asgjë. Diana e dinte saktësisht kush ishte ajo grua dhe e dinte, me qartësinë e dikujt që e kishte parë këtë situatë më parë, se pasditja do të bëhej shumë më e ndërlikuar. Vera Monteiro nuk hynte askund. Ajo mbërrinte. Kishte një ndryshim të hollë dhe kush kishte punuar me njerëz të atij niveli dinte ta dallonte. Nuk ishte vetëm veshja që kushtonte më shumë se paga mujore e çdo punonjësi aty brenda. Nuk ishte parfumi që mbërrinte para saj. Ishte qëndrimi, bindja e palëkundur se hapësira përreth i përkiste asaj me të drejtë natyrore. Ajo ishte 48 vjeç, me flokë të errët të rregulluar në mënyrë të përsosur dhe një buzëqeshje që funksiononte si paralajmërim. Kur Vera buzëqeshte, ishte koha të përgatiteshe. Ajo ishte gruaja e Eduard Monteiros, pronarit të një grupi biznesesh me aktivitete në disa shtete, por kush e njihte e dinte se titulli bashkëshorte ishte shumë i vogël për atë që ajo ishte në të vërtetë. Vera bashkëmenaxhonte imazhin e familjes, vendoste me kë duhej të shfaqej burri i saj në publik, cilat evente meritonin praninë e tyre dhe cilat jo. Kishte rrëzuar partneritete, kishte mbyllur kontrata dhe kishte larguar punonjës, gjithmonë me elegancë, gjithmonë me buzëqeshje, pa ngritur kur zërin. Ishte më efektive kështu. Ajo ecën nëpër dyqan si dikush që po bën një inspektim, preku disa produkte pa interes të vërtet dhe i shikoi shitset me atë shikim specifik që vlerëson dhe hedh poshtë brenda pak sekondash. Kur sytë e saj u ndalën mbi Dianën, qëndruan një çast më shumë se zakonisht. Claudia u shfaq pothuajse menjëherë, sikur të ishte thirrur nga një sinjal i padukshëm. Zonja Vera, çfarë kënaqësie, tha ajo me një ton që përdoret vetëm për njerëz me rëndësi të vërtetë. Nuk ka nevojë, u përgjigj Vera pa e parë. Le të më shërbej kjo këtu. Diana ju afrua me qetësi, pa ngut, pa buzëqeshjen e sforcuar që shumica e shitseve vishnin kur përballeshin me klient të pasur. Mirëdita. Si mund t'ju ndihmoj? Vera nuk u përgjigj menjëherë. Mori një shall, e vështroi, e hodhi pas me pa kujdesi. Ky lloj produkti kërkon sy të stërvitur, tha ajo ngadalë. A keni përvojë me modën e nivelit të lartë? Ishte një pyetje që nuk priste përgjigje. Ishte fillimi i një loje. Dhe Diana e njihte lojën. Po, u përgjigj ajo thjesht. Vera ngriti vetullën. Nuk ishte mësuar me përgjigje kaq të shkurtra, kaq të qeta. Testi u përshkallëzua ngadalë, si gjithmonë. Filluan komentet indirekte, krahasimet me marka evropiane që ajo e dinte se shumica e shitseve nuk i njihnin. Diana i njihte të gjitha dhe u përgjigjej me saktësi, pa arrogancë, pa u përpjekur të impresiononte. Kjo e bezdisi Verën më shumë se çdo gabim. Dhe atëherë ajo ndryshoi strategji. Filloi të fliste frëngjisht. Jo pa pritur. Ishte një kalim i llogaritur. Fillimisht një fjalë, pastaj një tjetër, sikur të ishte e natyrshme. Më pas fjalit të plota, të drejtuara ndaj Dianës, me zë mjaftueshëm të lartë që shitset e tjera të dëgjonin. Toni ishte ai dikujt që qesh me një shaka që vetëm ajo e kupton. Ajo tha se shitësia kishte shikimin e dikujt që nuk kishte dalë kur nga qyteti. Tha se disa njerëz lindin për të shërbyer dhe kur nuk do ta kuptojnë botën e atyre që shërbehen. Tha se ishte për të ardhur keq që talenti i vërtet ishte kaq i rrallë në atë lloj pune. Në mes të një fjalie, ktheu pak fytyrën nga Claudia me një shikim të shpejtë që thoshte, "E she?" Claudia uli syt. Rodrigo bëri sikur nuk dëgjoi. Fernanda pa drejt dyshemes. Diana qëndroi e palvizur, e la Verën të përfundonte dhe pastaj u përgjigj, në frëngjisht. Të pastër. Të saktë. Pa hezitim. Ajo jo vetëm që kuptoi çdo fjalë, por korrigjoi me natyrshmërinë më shqetësuese një shprehje që Vera e kishte përdorur paksa gabim. Shpjegoi cili ishte termi më i përshtatshëm dhe shtoi, me të njëjtën qetësi sikur po fliste për motin, se ndonjëherë informaliteti kishte edhe hijeshin e vet ajri në dyqan u ndal. Nuk ishte një shpërthim emocionesh, ishte një dokument. Ajo shkruante me saktësinë e dikujt që e kishte bërë këtë më parë, shifra, vlerësime, krahasime me standardet e sektorit. Çdo vëzhgim kishte bazë, çdo sugjerim kishte logjik.
Kur mbaroi e lexoi gjithçka një herë, bëri 2 korrigjime të vogla dhe e mbylli fletoren. Pastaj qëndroi duke e parë për një kohë të gjatë. Ta dorëzonte atë dokument ishte një bas. Mund të injoroj, mund të përdorej kundër saj, mund të mos arrinte kurrë në duart e duhura. Dhe nëse do të arrinte në duart e duhura në momentin e gabuar, mund të përshpejtonte pikërisht atë që ajo po përpiqej të shmangte. Por edhe të mos e dorëzonte ishte një zgjedhje, dhe ajo zgjedhje kishte një kosto që Diana nuk ishte e gatshme ta paguante. Të nesërmen në mëngjes, Diana mbërriti në dyqan me dokumentin brenda një zarfi të thjeshtë, pa emër në pjesën e përparme. I kërkoi recepcionistes që t'ia dorëzonte personalisht zotit Eduard Monteiro. Jo asistentes, jo sekretaris, ati vetë. Recepcionistja e pa zarfin, pastaj e pa Dianën. Ajo e dinte që ai nuk vinte shpesh aty. E di, tha Diana, por kur të vi, dorëzoja. U kthye në vendin e saj, rregulloi seksionin, shërbeu 3 klient, buzëqeshi kur duhej dhe priti. 2 ditë më vonë, mbi tavolinën e Claudias kishte një letër me logon e grupit Monteiro. Claudia e thiri Dianën në zyrë me një shprehje të pakëndshme. Situata e saj në dyqan, tha ajo me kujdes, mund të ndryshonte së shpejti. Pa shpjegime të tjera. Kjo paqartësi ishte ndonjëherë më e rëndë se një përgjigje e keqe. Diana u kthye në sallë dhe vazhdoi punën, vetëm për të mbajtur duart të zëna ndërsa mendimet I rridhnin lirshëm. Atë pasdite, Vera u shfaq sërish. Hyri ngadalë, përshëndeti Claudian me një afeksion të zgjatur që ishte më shumë demonstrim pushteti se sa ndjenje. Kur sytë e saj gjetën Dianën, ajo buzëqeshi me sigurinë e dikujt që mendon se ka fituar tashmë. Ka njerëz që ngatërojnë kompetencën me guximin, tha dhe u largua pa pritur përgjigje. Diana mori frym thellë, shkoi në banjë, qëndroi 2 minuta para pasqyrës dhe u kthye në sallë pa derdhur asnjë lodh. Të nesërmen gjeti sirtarin e saj të kontrolluar dhe fletoria e zezë mungonte. Në orën 11, Claudia e thiri sërish. Në zyrë ishte edhe një grua nga burimet njerëzore. Para letrës së largimit kishte një raport të brendshëm që e lidhte Dianën me zhdukjen e një artikulli me vlerë. Ajo e lexoi qetësisht dhe mohoi akuzën. Procedurë, ju tha. Në fund, letra e largimit u vendos mbi tavolinë. Diana kërkoi një kopje, falenderoi dhe u kthye në sallë. U shërbeu 2 klientëve të fundit me të njëjtin kujdes si gjithmonë, pastaj rregulloi seksionin për herë të fundit, hoqi distinktivin dhe mori çantën. Në atë moment, recepcionistja ju afrua. Kishte një telefonat për të. Nga zoti Eduard. Diana e mori telefonin. Ai ishte I drejt për drejt, e kishte lexuar dokumentin dhe kishte pyetje. U takuan të nesërmen në një kafene të vogël. Eduardi e kishte studiuar me kujdes raportin. Ajo I shpjegoi se kishte vite përvojë në konsulencë për marka luksi në Evropë dhe se ajo që kishte parë në dyqan ishin probleme strukturore. Ai e pyeti çfarë donte. Të punoj mbi një problem që ja vlen të zgjidhet, tha ajo. Heshtja që pasoi nuk ishte refuzim. Ishte vlerësim. Eduardi I propozoi një takim tjetër pas verifikimit të shifrave. Nuk premtoi asgjë. Diana pranoi. Kjo mjaftonte për momentin. Një gjë e fundit, tha ai para se ajo të largohej. Si e dije që do ta lexoja? Diana mendoi për një çast. Nuk e dija. Vura bas që do të ishit mjaftueshëm kureshtar për ta hapur të paktën një herë. Ajo doli nga kafeneja në dritën e mëngjesit me të njëjtin hap të qetë si gjithmonë, por diçka kishte ndryshuar. Nuk ishte ende lehtësim. Jo. Ishte më tepër si ndjesia që vjen kur I ke vënë të gjitha letrat mbi tavolinë dhe ende nuk e di çfarë fshihet në dorën e tjetrit. Eventi u mbajt në një sallë hoteli me disa kate, me lustra që kushtonin më shumë se makina dhe një shërbim kamerierësh që lëviznin pa bërë shurm. Diana mbërriti në kohë, e veshur me një fustan të thjeshtë, të errët, pas bukurime. Nuk ishte veshje që tërhiqte vëmendjen, ishte veshje që nuk pengonte. Ajo njohu disa fytyra, investitor që I kishte takuar vite më parë në rrethana krejt të tjera, partner evropian, emrat e të cilëve kishin kaluar në për raporte që ajo vetë I kishte analizuar dikur. Askush nuk e njohu. Ajo kishte llogaritur pikërisht këtë. Eduardi e përshëndeti shkurt në hyrje, me të njëjtën drejt për drejtësi si në kafene. I tha vetëm se shifrat kishin qëndruar. Nuk shtoi asgjë tjetër. I tregoi një tavolinë pranë qendrës së sallës dhe vazhdoi përpara. Mjaftonte.
Vera mbërriti pak më vonë. Hyrja e saj ishte e sigurt, si e dikujt që e njeh çdo centimetër të atij lloji hapësire. Fustani gjatë, bijuteri diskrete por të shtrenjta, buzëqeshje e rregulluar për rastin. Përshëndeti investitorët me emër, përqafoi partnerët me atë familiaritet të ndërtuar me kujdes dhe qëllim. Kur pa Dianën të ulur në atë tavolinë, u ndal për një çast. Pastaj vazhdoi të buzëqeshte, por buzëqeshja u bë pak më e tendosur. U afrua te Eduardi dhe i foli diçka në vesh. Ai dëgjoi, pohoi lehtë me kokë dhe nuk u përgjigj. Vera priti edhe pak, por ai tashmë ishte kthyer për të përshëndetur dikë tjetër. Darka u shërbye. Bisedat rridhnin lirshëm. Diana vëzhgonte, dëgjonte, merrte pjesë vetëm kur i drejtoheshin. 2 herë, partner evropian nga tavolina pranë nisën bisedë në frëngjisht. Ajo u përgjigj natyrshëm, me fjalor teknik të dikujt që e njeh sektorin nga brenda. Njëri prej tyre shënoi diçka në telefon pas bisedës. Vera ishte disa tavolina më përpara dhe e pa gjithçka. Kur Darka përfundoi dhe salla kaloi në pjesën e fjalimeve, Vera mori fjalën e para. Ishte skenari i zakonshëm, falënderime, vizion për të ardhmen, referenca për pozicionimin ndërkombëtar të kompanisë. Ajo foli me rrjedhshmëri, me elegancë, me atë frëngjishte që e përdorte si trofe në raste të tilla. Publiku duartrokiti. Ishte ai lloj duartrokitje i sjellshëm i njerëzve të ngopur dhe të kënaqur. Pastaj u ngrit Eduardi. Para se ta mbyllte, tha ai me atë zë të qetë që nuk kishte nevojë për volum për të mbushur një sallë, do të doja të ndaj diçka me ju. Vera, ende në këmbë pranë mikrofonit, rregulloi buzëqeshjen. Në muajt e fundit, vazhdoi ai, kemi identifikuar mangësi të rëndësishme në strategjinë tonë të zgjerimit evropian. Mangësi që na kanë kushtuar mundësi reale dhe që duhet të korrigjohen me urgjencë. Bëri një pauzë. Ju keni marrë një përmbledhje në tavolinë. Ju lutem, ndiqeni. Një tjetër pauzë. Ajo që më befasoi nuk ishte identifikimi i problemeve, por zbulimi se ato ishin hartëzuar me saktësi dhe thellësi nga dikush që kishte punuar në dyqanin ton për më pak se një muaj. Salla u qetësua në atë mënyrë që paralajmëron diçka. Diana, mund të vish këtu? Ajo u ngrit dhe eci drejt qendrës së sallës me të njëjtin hap si gjithmonë, pa nxitim, pa hezitim, pa peshën e dikujt që duhet të provojë diçka. Vera nuk lëvizi, por nyjat e gishtave të saj, të mbështetur në tavolinën më të afërt, u zbardhën për një çast. Diana qëndroi pranë Eduardit. Ai bëri një hap anash, jo pas, por anash, si dikush që ndan hapësirën, jo e lëshon atë. Ajo hapi dosjen që kishte sjell. Do të jem e shkurtër, tha ajo në portugalisht të qartë e të drejtë për drejtë. Ka 3 probleme qendrore në zgjerimin evropian që, nëse nuk korrigjohen brenda 6 muajve, do të përfaqësojnë humbje tregu në 2 rajone strategjike. Dhe vazhdoi pa hyrje të gjata, pa rrotullime, të dhëna, krahasime, projeksione, secili pikë e mbështetur nga shifra që kushton në sallë me përvojë financiare mund t'i verifikonte. Ajo foli në portugalisht, pastaj përsëriti pikat kryesore në frëngjisht për partnerët ndërkombëtar, pa e paralajmëruar, thjesht e bëri. Një nga investitorët evropian u përkul përpara në karrige. Vera provoi një herë, ngriti dorën me edukat dhe tha se me gjithë respektin, këto të dhëna ishin përpiluar nga dikush pa akses formal në kontratat e kompanisë dhe se marzhi i gabimit mund të ishte i konsiderueshëm. Diana u kthye nga ajo me të njëjtën qetësi si atë ditë në dyqan. Marzhi i vlerësuar është në faqen e 3 të dokumentit që sapo keni marrë, tha ajo. Bëri një pauzë të shkurtër. Por nëse ka interes për ta krahasuar me kontratat formale, do të isha e lumtur ta bëja këtë tani. Heshtje. Vera nuk u tërhoq plotësisht. Provoi sërish, kësaj here në mënyrë më shoqërore, duke ju drejtuar sallës. Çështja nuk është vetëm teknike, është edhe përfaqësuese. Si mund të flas dikush pa lidhje ekzekutive me kompaninë përpara investitorëve ndërkombëtar? Diana e la pyetjen të qëndronte në ajër, pastaj u përgjigj ngadalë. Pikërisht për këtë arsye problemet kaluan pa u vënë re për 2 vjet. Ata që kishin lidhje ekzekutive nuk po shikonin shifrat, po shikonin skenën. Investitori evropian që kishte shënuar diçka në telefon gjatë darkës u përkul lehtë dhe i tha diçka kolegut pranë tij. Të dy pohuan me kokë. Vera e uli dorën ngadalë dhe vështroi tavolinën përpara saj. Diana mbylli dosjen. Kaq, tha thjesht. Duartrokitjet që pasuan nuk ishin duartrokitje të sjellshme pas darkës. Ishin ndryshe.
Ishin ato duartrokitje që ndodhin kur një sallë e tërë kupton në të njëjtin moment se diçka sapo ka ndryshuar. Pas eventit, salla u zbraz ngadalë. Diana qëndroi pranë dritares me një gotë ujë në dorë, ndërsa disa të ftuar largoheshin. Dy nga partnerët evropian ju afruan, jo nga protokolli, por nga kurreshtja e sinqertë e dikujt që dëshiron të kuptojë me kë po flet. Biseduam për gati gjysmë ore. Njëri përmendi një konferencë në Lisbon dhe tha se do të ishte interesante ta kishte atë atje. Ajo shënoi kontaktin. Vera u largua para fundit, pa u përshëndetur me Dianën, pa krijuar skenë. Doli me të njëjtin hap elegant si gjithmonë, me fytyrën e përmbajtur, buzëqeshjen në vend. Vetëm ata që e njihnin mirë do ta kuptonin se ajo buzëqeshje ishte bosh në një mënyrë tjetër atë natë. Ditët që pasuan, gjërat ndryshuan në heshtje, ashtu siç ndryshojnë zakonisht gjërat e rëndësishme. Eduardi formalizoi një propozim për Dianën javën tjetër. Nuk ishte pozicioni që ajo kishte kërkuar, sepse ajo nuk kishte kërkuar asnjë, ishte pozicioni që kishte kuptim. Drejtore e zgjerimit evropian me autonomi reale për të hartëzuar, negociuar dhe korrigjuar atë që ishte gabim. Pagë e përshtatshme, afat prej 90 ditësh për të paraqitur një plan të strukturuar. Ajo e lexoi kontratën me kujdes, bëri 2 pyetje për autonominë operative, mori përgjigjet dhe firmosi. Claudia e mori vesh nga emaili korporativ, si të gjithë punonjësit e tjerë të dyqanit. Qëndroi duke parë ekranin për një kohë të gjatë, pastaj e mbylli kompjuterin dhe shkoi të shërbente një kliente. Rodrigo, i cili kishte bërë sikur nuk kishte dëgjuar kaq shumë gjëra gjatë atyre javëve, i dërgoi një mesazh të shkurtër Dianës, e meritoje. Fat të mbar. Ajo u përgjigj me një faleminderit të thjeshtë dhe e futi telefonin në çantë. Vera vazhdoi të ekzistonte ashtu si gjithmonë, me mbiemrin, stilin e jetës, eventet dhe buzëqeshjen e rregulluar. Por diçka ishte zhvendosur për gjithmonë. Investitorët që më parë e kërkonin atë për të folur për bizneset e burrit, tani e kërkonin drejt për drejt Eduardin. Partnerët evropian u përgjigjeshin emaileve të saj me mirësjellje dhe atyre të Dianës me urgjencë. Nuk pati përballje publike, nuk pati deklarata, pati diçka më të qëndrueshme, ajo pushoi së qeni e domosdoshme. Diana e nisi detyrën e re një të hënë, me të njëjtën çantë të konsumuar mbi shpatull. Zyra ishte ndryshe, më e madhe, me pamje nga rruga, një tavolinë të vërtetë dhe një karrige që nuk lëkundej, por ajo mbërriti në të njëjtën orë si gjithmonë. Bëri kafe, hapi fletoren e zezë, një të re sepse e mëparshmja ishte mbushur dhe filloi të shkruante. Nuk ishte fitore ajo që ndjente. Ishte diçka më e qetë se kaq. Ishte ndjesia që vjen kur diçka e gjatë dhe e vështirë më në fund arrin aty ku duhet. Në takimin e parë me ekipin evropian, një nga analistët e pyeti nga kishte ardhur. Jo me qëllim të keq, por nga kurreshtja e sinqertë. Profili i saj nuk përshtatej në asnjë nga kutitë që ata prisnin. Diana mendoi për një çast dhe u përgjigj, vi nga një vend ku mësova se kompetenca nuk ka nevojë për leje për të ekzistuar, vetëm për durim. Askush nuk qeshi, askush nuk u çudi. 2 nga analistët e shënuan frazën. Dhe kështu vazhdoi. Në fund, nuk ishte çështje frëngjishteje. Ishte çështje gjykimi të gabuar. Kush flet me zë të lartë, jo gjithmonë di më shumë. Dhe kush punon në heshtje, pothuajse gjithmonë sheh më larg.